Ai njeri I cili I ja merr, I ja uzurpon dikujt një pllomb, që s'janë peshkurgjë, një pllomb tokë, pa të drejtë. Allahu I madhruar ka për ta ngarkuar në ditën e Kiametit me 7 palë tokë njërën sipër tjetrës. O, jo njerëz, ruajeni zullumit. Mos I bëni zullum të tjerëve, sepse zullumi në ditën e Kiametit ka errësira. Prona huaj nuk bëhet e jotja kurrë. Njeri do ta ketë parasysh një gjë. Prona huaj, malli huaj, nuk bëhet e yti. Ai në fakt mund të bëhet e yti nëpërmjet letrave, dokumentacionit, falsifikimit, mashtrimeve, kërcënimeve nga një herë me dhunë, me imponim, me detyrim, vjedhjeve, forma të ndryshme. Por prapë s'është e yti. Nuk është I juaj, të Zoti nuk është I juaj. Së këndejmi njëra prej urtësive të mëdha të ditës së Kiametit. Njëra prej argumenteve logjike të pamohueshme pse duhet të ketë ditë e Kiametit, pse quhet dita e Kiametit, dita e gjykimit, është me marrë hakun njerëzit prej zullumçarëve, të padrejtëve, kriminalëve që ua kanë bërë këtë dynja. Sa mashtrimet ndodhen këtë dynja. Sa keqpërdorimet ndodhen këtë dynja. Sa manipulimet ndodhen këtë dynja. Sa dhuna ndodhen këtë dynja. Sa vrasja, sa krimi, sa gjenocidi. Dhunë fizike, psiqike, materiale, tjere. Dhe kur kush nuk ka merr hakun atyre. Një pikpyetje madhe. Kur vallë me marrë këta njerëz të dopt, të shtypur, të shkelur, kur me marrë hakin e vet, po mos tjetë dita e Kiametit. Së këndejmi ne muslimanët, gjithmonë, çështjet tona I lidhëm me besimin në Zotin dhe ditën e Kiametit, qëndrimin para Zotit ditën e Kiametit. Kur është qalat të toka, të prona, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai njeri I cili I ja merr, I ja uzurpon dikujt një pllomb, që s'janë peshkurgjë, një pllomb tokë, pa të drejtë. Allahu I madhruar ka për ta ngarkuar në ditën e Kiametit me 7 palë tokë njërën sipër tjetrës. E që në mënyrë figurative I bie do të vuaj, mos pët për atë pllomb toke që ka marrë pa të drejtë. Pse ja morë njerit pa të drejtë? A veç pse ke një jetima, a veç pse patët njefshëm, a veç se patë krah dhe ke I fort, a veç se dite me bo dallavere mashtrime, a veç se ai nuk I morrësh dallaveret e tua dhe te I morre, a veç se ai ka harru dhe të s'ke harru, a veç pse po munësh, a veç pse po guxon, e tjerë. Zullumi o zullum. E pejgamberi ka thonë, o ju njerëz, ittaqu dhulm, fa inna dhulma dhulumatun yawma al-qiyamah. Ruajeni zullumit. O ju njerëz, ruajeni zullumit. Mos I bëni zullum të tjerëve, sepse zullumi në ditën e Kiametit ka errësira. Pra vujtje, shumë ja shëshirë në robi zullumit. Dhe njëra prej shkaqeve më të lehta për me hyrë në xhenet, mas besimit në Zotin hak, është mos me dal ditë i Kiametit pa I bërë zullum askujt. Pra mos me dal me hak të tjerëve.